Është saktuar relatorja në gjykatën e lartë për rekursin e Veliajt. Gjyqtarja Albana Boksi, quhet. Si vijon kjo procedurë? Kur pritet vendimi dhe çfarë pritet të ndodhë? Jemi në verën e nxehtë zonja Lala. Kur pritet të ndodhë tani, shkalla e tretë, se kanë dalë Shqipëria ronë me shumë thasheteme, kanë dalë dhe thasheteme që shkallën e tretë lirohet kë. Tonë, thasheteme, sigurisht. Por, thonë, në shkallën e tretë, ai lirohet. O lirohet o nuk lirohet? Po kjo është duja kinez. Ndoshta jo, ndoshta po. Po them që thonë popullata që lirohet. Duke patur parasysh dhe kur pritet vendimi dhe çfarë vendos, duke patur parasysh dhe precedentin Meta sa gjasa ka të lirohet Veliaj, se edhe Meta diçka ka bërë, një rekursa, nuk e di. Po, zonja Lala. Atëherë, sa i përket gjykatës lartë, zoti Veliaj ka ushtruar rekurs ndaj vendimit të gjykatës apelit të posaçme, duke kundërshtuar masën Përdorni materialet, edhe arrest në burg. Materialet që kemi mbulimet. Që është i hapur për institucionet e drejtësisë për të vijuar hetimi për të, por nga ana tjetër zoti Veliaj pretendon se nuk ekzistojnë kushte dhe kritere, pra çka do thotë, sipas avokatëve të tij, nuk ekziston mundësia që zoti Veliaj të arratiset jashtë vendit, nuk përbën rrezik për t'ju shmangur hetimit, apo nuk përbën rrezik për t'intimiduar provat dhe për të helmuar provat apo intimiduar dëshmitarët. Me këto argumenta kryesore, por edhe për faktin që ata pretendojnë që zoti Veliaj, duke qenë kryetari i bashkisë në detyrë dhe i zgjedhur vendor, duhet lejohet të ushtrojë detyrën, këto janë argumentat kryesore ku avokatët janë dalur dhe kanë kundërshtuar vendimin e gjykatës së posaçme të apelit. Sipas ligjit, pak caktohet relatori, caktohet një datë, dhe unë mendoj që brenda korrikut çështja për zotin Veliaj do të shqyrtohet në gjykatën e lartë, nuk mund të emende një datë konkrete për sa kohë nuk është shqyrtuar, pra nuk është caktuar, por praktika ka treguar që brenda marrë në konsiderata fatet e tjera të rasteve siç ka qenë zoti Beqaj, zoti Berisha, zoti Meta apo funksionarë të tjerë të lartë publik ose të zgjedhur vendor, besoj që brenda korrikut kjo çështje do të shqyrtohet. Patjetër që gjatë kësaj kohe ka patur dhe zhvillime të tjera, sepse duhet kemi parasysh që, për ta sqaruar, kjo është një nga ato çështje që mund të shqyrtohet vetëm në dhomë këshillimi pa praninë e palëve. Pra gjykata mund vendos për pranim ose jo të rekursit pa praninë e palëve, vetëm në rastet kur konstaton çështje të cilat konsiderohen thelbësore për zgjidhjen e të gjithë kazusit ose problematikës, ose atyre kërkesave që shtron zoti Veliaj, mund të kalojë në seancë plenare ose në seancë të hapur gjyqësore. Po përgjithsisht, në rastin e zotit Meta është bërë me gjykime dyert të mbyllura, pa praninë e palëve, pa patur as prokurorët dhe as personin e dyshuar përpara, është bërë vetëm mbi bazën e dokumentave që paraqesin palët. Pra nga njëra anë zoti Veliaj dhe nga ana tjetër pretendimet që jep prokuroria e posaçme. Duhet kemi parasysh që gjatë kësaj periudhe ka patur dhe zhvillime të rëndësishme në gjykatën. Kush është gjyqtarja tani? Albana Boksi. Albana Boksi. E cila ka shkuar nga gjykata e apelit për krime të rënda, në gjykatën e lartë, pra ka qenë edhe pjesë e gjykatës apelit. Me integritet thonë, gjyqtarja me integritet. Kështu të paktën është konsideruar e ka kaluar me sukses procesin e vettingut, ka kaluar në mesin e atyre gjyqtarëve, ka patur një garë të hapur për shkuar në gjykatën e lartë, kështu që është kualifikuar, ka qenë nga grupi parë i gjyqtarëve që shkuan nga apeli posaçëm në drejtim gjykatës lartë. Sigurisht që mbetet për të parë dhe pjesa tjetër e antarëve, sepse është treshe gjykuese, pra është trup gjykuese, nuk është kolegj, nuk është veçmas, pra nuk është një gjyqtare vetme. Kështu që është mjaft e rëndësishme për të parë edhe dy emrat e tjerë, por relatoria aktualisht që ne flasim bën gjithë përgatitjen e dosjes me qëllim që ta shtrojë çështjen për diskutim gjatë dhomës së këshillimit. Po ju thoja që gjatë kësaj periudhe ka patur edhe disa zhvillime të rëndësishme sa i përket zotit Veliaj, sepse ka patur dy seanca të tjera në gjykatën e apelit të posaçëm, që ka të bëjë pikërisht dhe njëra do të jetë ditën e nesërme, pra do të ketë seancën që ka të bëjë me informacionin 2 mujor, pra do duhet të presim zhvillime nesër sa i përket zotit Veliaj, sepse avokatët pasi të njihen me provat e prokurorisë dhe me të gjitha veprimet e kryera gjatë këtyre 2 muajve, patjetër që mund të japin mundësi vetes apo mund të kërkojnë zëvendësimin e masës sigurisë për zotin Veliaj, sepse mbetet për të parë çfarë provash konkrete do sjellin prokurorët për këta 2 muajt e dytë, pra jo 2 muajt e parë, sepse janë 4 muaj total që zoti Veliaj qëndron në masën e arrestit me burg. Do të jetë seancë e rëndësishme edhe ditën e nesërme, kështu që janë paralelisht sa në apelin e posaçëm ashtu edhe në gjykatën e lartë. Sa i përket asaj që ju thoni apo kërcënon zoti Veliaj, unë kam parë me skepticizëm. Ja, do kalem tani aty, po ka gjasa që të lirohet Veliaj duke patur parasysh dhe precedentin Meta?
Sipas teje se ti gjithmonë Tani, unë kam thënë edhe një eksperte si thua. Edhe herën e parë, i vetmi ndryshim i zotit Veliaj në raport me gjithë funksionarët e tjerë të lartë ka të bëjë vetëm me detyrën. Pra qëndrimi që do të mbajë gjykata e lartë në rastin e zotit Veliaj është kush prevalon, hetimi i prokurorisë apo do të prevaloj detyra që ai ushtron aktualisht. Pra ky është momenti, nëse zoti Meta nuk ishte në detyrë, zoti Berisha nuk ishte në detyrë, zoti Beqaj nuk ishte në detyrë. Mund të burg njeriu. Jo në atë aspekt, Ylli, pra balancohen, pra shpeshore, janë kaq të rëndësishme, pra është kaq i fort intimidimi apo dyshimi i prokurorisë për intimidim apo prishje të provave, apo janë kaq të forta provat e prokurorisë sa e duan me patjetër Erion Veliaj në burg, apo mund të hetohet në gjendje të lirë dhe njëherë as ai të ushtrojë detyrën. Pra kjo është dilema më e madhe që në rastin konkret ka gjykata e lartë, sepse në rastet e tjera nuk ka patur një shtrim të tillë për diskutim. Pra ka qenë të gjithë funksionarët e tjerë kanë qenë jashtë detyrës. Në çfarë unë kam parë nga praktika, gjykata e lartë ka qenë e prerë, nuk ka liruar për veprat penale për cilat dyshohet zoti Veliaj, siç është korrupsioni. Nëse do ta bëj, ky është rasti i parë. Pra nëse do ta bëj, ky do të jetë rasti i parë. Pra gjasat për të liruar sa i përket dyshimeve janë shumë të pakta. I vetmi aspekt që është ndryshe, pra për qenë qartë për opinionin publik, është ushtrimi i detyrës. Pra vetëm ky është momenti thelbësor që sepse aty insistojnë dhe avokatët që është ndryshe nga rastet e tjera. Praktika ka treguar që gjykata e lartë ka lënë fuqi çdo masë sigurie që ka të bëjë me funksionarët e lartë publik. Ndërkohë, ju e filluat këtë, Erion Veliaj duket se ka një ekip PR-i ose bashkëpunëtor të tij që kanë nisur publikimin e videove në TikTok. TikTok në fakt nuk funksionon këtu, po ndoshta bëhet edhe nga jashtë. Disa prej tyre kanë patur mesazhe të koduara. Funksionon këtu, po. Disa prej tyre kanë patur mesazhe të koduara. Ja le ti ndjekim. 2-3 mesazhe. Mesazhe të koduara që quhen. Rosaku që po mbaj në dorë quhet Nesti A. Është i vogël, qesharak, i zhurmshëm, por përballë meje duket si miz. S'jam i habitur që kundërshtarët e mi me vesh një certifikat lindjeje dhe hidhrim brezash nuk flen dot nga ca video në TikTok. Rini të tërbuar dhe mos u qetësoni kurrë. Më arrestuan dhe tentuan të më poshtrojnë. E di që kjo i bëri të ndjeheshin mirë, por karma gjithmonë e gjen rrugën, edhe nëse është me vonesë. Shpresoj vetëm të jenë po aq të fortë sa isha unë. Nuk kam zgjedhur kush hyn në këtë zyrë. I kam mirëpritur të gjithë sepse kështu bën një kryetar bashkie. Pra, si mesazhe dukesh në fakt, me thënë drejtën, ëh? Pres se Unë e marr, nëse zoti Zogaj më lejon. Unë e marr me pak skepticizëm këtë gjë, sepse çfarë ndodh? Zoti Veliaj nuk po paraqitet më në gjykatën e apelit posaçëm. Pra thuaj se po mungon në gjitha seancat dhe në raport me më herët, që gjua e zotit Veliaj ishte shumë e ashpër në adresë të prokurorëve, në adresë të gjykatësve të posaçëm dhe që kishte një sulm sipas prokurorisë koordinuar ndaj të gjithë personave, përfshirë edhe mediatik që merreshin me çështjen e tij, zoti Veliaj duket sikur ka bërë një hap pas. A mund të jetë kjo një strategji e re për të sulmuar ata që i mendon si kundërshtar, besoj brenda forcës tij politike? Këtu pastaj